Kontrata sociale është një nismë e rrjetit POP, e cila synon të nxjisë debatin publik dhe informacionin tek qytetarët mbi platformat e partive dhe kandidatëve për kryetarbashkie, si dhe orientimin e platformave drejt nevojave dhe prioriteteve të qytetarëve. Për të arritur këtë qëllim, në Elbasan është nënshkruar kontrata sociale mes Bashkisë së Elbasanit dhe organizatës Tjetër Vizion. Kontrata sociale është një dokument i hartuar me prioritetet e qytetarëve nga takime, fokus grupe dhe forume të organizuara gjatë periudhës parazgjedhore 2023. Kontrata sociale nuk është thjesht një premtim i shkruar, por një angazhim për kryetarët e zgjedhur për të përmbushur këto prioritete brenda 4 vjeçarit të mandatit të tyre. Kontrata sociale 2023-2027, një dokument në fakt që ne kemi firmosur së bashku me kryetarin e Bashkisë së Elbasanit, zotin Gledian Llatja, i cila një dokument që mban disa prioritete të dala nga takimet komunitare, përtej takimeve cilat janë realizuar me buxhetimin me pjesëmarrje. Kontrata sociale vjen si një projekt i rrjetit POP përballë ofertave politike. Ky është një rrjet me 12 organizata dhe udhëhequr dhe nga organizata GADC, e cila ka marrë rolin e liderit në këtë iniciativë. Tjetër Vizion ka renditur prioritete të dala nga takimet me qytetarët në Bashkinë e Elbasanit, duke veçuar 7 kryesore. Kontrata sociale e 2023-2027, që është ky dokumenti këtu, cilën edhe kemi, siç thash, firmosur, përmban në vetvete 7 prioritete, të cilat kanë dhe ato nën prioritetet e tyre. Nga 7 shtyllat kryesore në të cilat është ndërtuar kontrata sociale, janë detajuar më tej nevojat, mendimet dhe sugjerimet e komunitetit për më shumë zhvillim dhe mirëqenie, teksa po ashtu po monitorohet edhe ecuria e tyre. Prioriteti 1, forcimi i demokracisë vendore dhe avancimi i agjendës së integrimit evropian në nivel vendor. Masa e realizimit rreth 50-60%, statusi pjesërisht i realizuar. Rekomandime: standardizimi i konsultimit publik dhe përfshirjes qytetare, përmirësimi i dokumentit të transparencës, përditësimi i rregullt të informacionit mbi projektet e Bashkimit Evropian, forcimi i strukturave komunitare dhe monitorim qytetar. Prioriteti 2, drejtësia sociale, masa e realizimit 55-60%, statusi pjesërisht i realizuar. Rekomandime: zgjerimi i qendrave komunitare multifunksionale, formalizimi i mbështetjes për gratë e dhunuara dhe kryefamiljare, krijimi i programeve të dedikuara për integrimin e viktimave të trafikimit, ngritja e një qendre rehabilituese për përdoruesit e lëndëve narkotike. Prioriteti 3, nxitja e zhvillimit të qëndrueshëm vendor, masa e realizimit 30-40%, statusi pjesërisht i realizuar. Rekomandime: mbështetje strukturuar për agroturizmin dhe zejtarin, krijimi i pikave të grumbullimit bujqësor në Gjinare Tregan, zgjerimi i hapësirave tregtare për gratë artizane, forcimi i lidhjes me politikat e punësimit për të rinjt dhe gratë. Prioriteti 4, transporti publik i aksesueshëm dhe i sigurt për gjithë qytetarët, masa e realizimit 40-50%, statusi pjesërisht i realizuar. Rekomandime: ndërtimi i vendqëndrimeve të autobusëve në zonat rurale, afishimi i stacioneve dhe orareve në të gjitha njësitë administrative, zgjatja e orarit të shërbimit deri në orën 18, rinovimi i flotës së transportit publik, zgjerimi i skemës së aboneve për studentët dhe të rinjt. Prioriteti 5, rivitalizimi i qendrës së fshatit Gjinar Fushkuqe, masa e realizimit 100%, statusi i realizuar. Rekomandime: mirëmbajtje vazhdueshme e investimit, aktivizimi i qendrës për aktivitete komunitare dhe turistike. Prioriteti 6, qendra e njësisë administrative Tregan, një destinacion popullor për turistët shëndetësor që vizitojnë ligjat, kërkon pastrim më të shpeshtë dhe kosha mbeturinash në të 2 skajet për një mjedis më të pastër e më të shëndetshëm, masa e realizimit 70%, statusi pjesërisht i realizuar. Rekomandime: rritja e frekuencës së pastrimit gjatë sezonit turistik, vendosja e koshave të diferencuar për mbetje dhe riciklim, hartimi një plani të posaçëm për menaxhimin e mbetjeve. Prioriteti 7, rikonstruksioni i shkollës Naim Frashëri Elbasan, shkollës 9 vjeçare të njësisë administrative Tregan, masa e realizimit 50%, pjesërisht i realizuar. Statusi. Rekomandime: zbatim sipas planit të investimeve 2025-2026, monitorimi i afateve dhe cilësisë punimeve.
Prioriteti 8 aktivizimi i ndezjes në kohë të kaldajave gjatë periudhës së dimrit në të gjitha shkollat nëntëvjeçare të mesme të Elbasanit në të gjitha ato raste kur ky sistem është i instaluar. Masa realizimit 40%, statusi pjesërisht i realizuar, rekomandime, planifikimi paraprakës sezonit të dimrit, sigurimi në kohë i lëndës djegëse, mirëmbajtje periodike e sistemeve të ngrohjes. Prioriteti 9, infrastruktura edukative dhe sportive në shkolla, kopshte e çerdhe, masa e realizimit 30%, statusi pjesërisht i realizuar, rekomandime, ndërtimi i palestrave dhe ambienteve sportive, krijimi i laboratorëve demonstrues, ndërtimi i këndeve sportive dhe argëtuese. Prioriteti 10, qendra shëndetësore, masa e realizimit 50%, statusi pjesërisht i realizuar, rekomandime, rikonstruksioni i qendrës shëndetësore në Kaçivel, standardizimi i kushteve higjieno-sanitare, vendosja e sinjalistikës orientuese. 11, pastrimi i mbetjeve urbane, masa realizimit 40%, statusi pjesërisht i realizuar, rekomandime, vendosja e koshave dhe ndërtimi i vendgrumbullimeve rurale, zgjerimi i shërbimit pastrimit, ndërgjegjësim komunitar kundër djegjes së mbetjeve. 12, uji i pishëm dhe kanalizimet, masa realizimit 50%, statusi pjesërisht i realizuar, rekomandime për shpejtimi i përfundimit të ujësjellësit urban, investime në fushën e ujit të pishëm Gjinar dhe Tregan, ndërhyrje në sistemet e kanalizimeve. 13, infrastruktura rrugore, masa realizimit 20 deri në 55%, pjesërisht i realizuar, rekomandime rikonstruksioni rrugës lidhëse rurale, vendosja e barierave mbrojtëse dhe ndriçimit rrugor, lobim pranë ARSH-s për akset kryesore. Në lidhje me zbatimin e këtyre prioriteteve, ne pyetëm edhe qytetarët. Rrugë nuk ka fare dhe është shem dhe tani në shiret, është shem, vjen e pastron fadrama, për prap pa jo shemet për ditë, dhe uj nuk ka, se uj putën tubat, në shemja tokës putën tubat. Lagja 5 Maj, Elbasan. Gjatë verës unë s'kam pas asnjëherë problem me ujtin, ka edhe gjithmonë, çdo ditë, se ne kemi me orar 3 herë në ditë. Edhe kurse tani ka 1-2 muaj, vjen aq i dobët, rrugët janë pashtrume. Ka kosha, i çik larg i kemi, shumë pak ka kosha se i bin gati nga parku mallarve i bin si për kereç kuka. Transporti për mazditën e skemi, fare. Lagja jonë mazdite urban nuk ka. Stacionet janë të përcaktume, edhe orari është i përcaktuar, pak a shumë 2-3 minuta lëvizin. Për orarin e autobusit lagjes është më rregull. Unë qomi Moza Aslanaj, nga Baldreni, komuna Papër, edhe për mbetet dhe shattoja, mbetjet e ty këne s'ka ka zanë të shifare herë, i marrin me karrocë dhe i hedhin. Kurse ujnë e kemi, ka bëbo një vit e gjysë 2 vjetë që ujnë e kemi 24 është, edhe me pension, shumë mirë. Urbani është rrinë deri në orën 2, deri në 4, tash ka vazhdu deri në 6 se janë shkollat. Është bë një lagje re, jemi 80 shtëpi. Organizata Tjetër Vizion, e cila është nënshkruese dhe monitoruese e kontratës sociale me Bashkinë e Elbasanit, vijon takimet me qytetarët me synim që në fund të vitit 2027 të realizohen të gjitha prioritetet e kësaj kontrate. Kemi realizuar takime komunitare me njerëzit për të kuptuar se sa në fakt janë realizuar dhe si shojnë ata në perspektivën dhe perceptimin e tyre qytetar. Kemi realizuar takime me bashkinë, me përfaqësuesit e sektorëve të shërbimeve, dhe jo vetëm, koordinatorën për transparencë dhe informim, si dhe me të gjithë administratorët për të kuptuar nivelin e realizimit të këtyre prioriteteve deri në këto momente. Detyra jonë është që përveç se fakti të marrim informacionin, të lobojmë fuqishëm në mënyrë që në fund të 2027-s ne të kemi përfundimin e realizimit të gjithë prioriteteve të kontratës sociale në mënyrë që të avancojmë me prioritetet të tjera të cilat komuniteti i ka në fokusin e tij. Bashkia e Elbasan ka bërë hapa real dhe të matshëm në zbatimin e kontratës sociale, duke treguar angazhim për dialog, transparencë dhe zhvillim të balancuar. Njëkohësisht, është e vetëdijshme për prioritetet që mbeten për të realizuar dhe angazhuar që përmes instrumentave si kontrata sociale dhe forumi i qeverisë së hapur OGP të vijojë përmirësimin e shërbimeve dhe cilësisë së jetës për qytetarët e Elbasanit.